ajo që ndoshta atyre që ndjekin intereson më shumë, që ne kemi diskutuar, ju e keni raportuar me çdo detaj, është çështja e pensioneve, po e them në këtë mënyrë. Është ajo rritje që ka përmendur kryeministri, mirë po diskutimet kanë vjuar në fakt nga Ministri i Financave dhe në komisionet parlamentare. Besoj që edhe fondi për vitin e ardhshëm është më lart se ai që kemi. Rritja është ajo që ne kemi diskutuar dhe dje ministri përmendi edhe një skem të re. Kur thuhet për një skem të re, është për ata që do dalin për herë të parë, ditët në vijim, muajt në vijim, vitin e ardhshëm dhe ata që do dalin ndoshta edhe pas disa vitesh, apo për një skem të re pensionesh mund përfitojnë diçka ata që e marrin momentalisht një mas pensione. Gjani, unë do të them disa gjëra çfarë parashikon projekt buxheti për pensione dhe çfarë pritet të ndryshojë me skemën e ardhshme. Në projekt buxhetin e 2026 është caktuar një fond për 100 milion euro, ose 10 miliard lek të reja. Që është, po e themi, totali. Totali që do të shpërndahet. Dhe besojsh më shumë se viti i kaluar? Në raport me vitin aktual është 97 milion euro është buxheti i vitit aktual, që do të përdoret për bonusin e fundvitit. Buxheti i vitit të ardhshëm për pensionet, për bonuset mujore, sepse duhet ta qartësojmë që janë bonuse mujore, ndërsa indeksimi, nëse do të ishte rritje, indeksimi do të bëhej mbi bonusin, në rastin konkret, indeksimi do të bëhet mbi pensionin bazë. Pensionin bazë. Dhe gjithë ata që na ndjekin në këtë moment, në një farë mënyrë të mbajnë mend pensionin e dhjetorit vitit 2025, për të bërë ato llogaritjet e 2026-s, 27-s etj. Besoj. Do ta ilustroj vetëm me një shembull fare shkurt, sepse ti e ke diskutuar shpesh edhe me të ftuar që ke pasur. Në rast se një qytetar ka pension të plot urban, me vite të plota pune, në vlerën 20.000 lek, po flas me të reja, aktualisht në muajin janar do të marrë shtesë 1.800 lek ose 18.000 lek të vjetra. Kur të vi rasti për të bërë indeksimin që ndodh në muajin tetor të vitit që vjen. Dhe kjo do të jetë edhe për shkurtin, pra ai për shembull do të marrë 218.000 lekë të vjetra janarin, shkurtin, marsin, prilin, merat. Në tetor, që maksimumin tetor indeksimi bëhet, çfarë ndodh? Në tetor bëhet indeksimi dhe indeksimi nuk do të bëhet mbi 218.000 lekshin, por do të bëhet mbi 200.000 lekshin. Që e ka në dhjetor 2025 ose momentalisht. Domethënë indeksimi ndodh mbi bazën. Jo mbi bonusin, sepse është bonus dhe jo rritje, se për të qenë rritje duhet të ketë ndryshime ligjore. Bonusi për muajshëm që vlen të theksohet që shkon në të kundërt të skemës shpërblimeve që ne kemi aktualisht, sepse me bonusin e për muajshëm marrin më shumë para ata që kanë pensionin më të lartë dhe marrin më pak para ata që kanë pensionin më të ulët. Përtej kësaj, qeveria ka parashikuar ose të paktën në 2 vitet e fundit përflitet për një reformë të re të pensioneve, e cila do të ndryshojë thelbësisht skemën që neve kemi të bazuar në kontribute dhe në vite pune, duke marrë në konsiderat disa element kryesor që me të drejtë. Të lutem ndjes pa dashur të ndërpres për ta vijuar këtë llogaritjen me 200.000 lekë të vjetra që ne morëm këtë shembullin, sepse asnjëherë ka nga ata që na ndjekin për herë të parë, asnjëherë nuk është le të themi e tepërt për ta bërë këtë llogaritje megjithëse e kemi bërë. Tek 218.000 lekë do të shkojë deri në dhjetor të vitit 2026 plus indeksimi që do të jetë mbi 200.000 lekshin. Nëse dikush ka pension urban të plot dhe që ishte rritja më maksimale me 1.800 lekë apo 18.000 lekë të vjetra. Kjo rritje dyfishohet në 2027, 3 fishohet në 2028 dhe 4 fishohet në 2029. Që do të thotë në 2027 kjo 18.000 lekë i vjetër bëhet 36 dhe i shtohet 200.000 lekëshit. Po. Në rast se këtë vit, domethënë në rast se vitin 2026 pensionisti merr 218.000 lekë të vjetra, në vitin 2027 pensioni shkon në 236.000 lekë të vjetra. Të gjitha muajt Po, të gjitha muajt, sepse në fillim pati një konfuzion se mos vallë rritja ishte e përmuajshme. Pra, mbi 18.000 lekëshin e janarit të shtohet një pagesë tjetër në shkurt, por jo, është një rritje që ndodh një herë, le të themi ndodh një herë, por që ti do ta marrësh për gjithë vitin. Po këtu diçka, nuk do t'i ngatrohet të shëndinjën, po diçka. Kjo shtesë e 2027-s dhe me radhë, bëhet mbi këtë 200.000 lekëshin që e ka aktualisht, apo bëhet
sa i shkon pensioni me indeksimin e tetorit? Jo, shtesa bëhet sa shkon pensioni me indeksimin e tetorit. Do me të në rastë në tetor, bëhet indeksimi aq sa ishte edhe në vitin aktual, shtesa do jetë diku te 200 ose 300 lek të reja, pra 2.000 ose 3.000 lek. Dhe mbi 203.000 lek, shtot kjo 36. Pra pensioni të kalon me një bazë të re në fundin e vitit 2026 dhe me thjesht për indeksimin, ajo baza apo dyshime. Tani, ta sqarojmë dhe një herë. Qytetarit i ndryshon vetëm vlera e pensionit pas indeksimit. Pas indeksimit. Sepse ligjërisht pensioni i tij ato e ka të tillë, nuk e humbet, nuk i kthehet mbrapsht etj etj. Por këto janë thjesht bonuse mujore. Siç marrin bonusin e fundvitit që automatikisht nuk klasifikohet si rritje e pensionit. E njëjta formulë është edhe me këtë, sepse duhet të rishikohet ligji i sigurimeve shoqërore që të parashikohet një rritje e pensioneve. Me ligjin aktual, rritja bëhet vetëm përmes indeksimit. Pra nuk ka formulë tjetër për të rritur pensionet. Sa i takon skemës së re, është shumë e drejtë, ajo skemë e re në rast se do të bëhet, siç është paralajmëruar prej më shumë se 2 vitesh, ndryshon disa rregulla në mënyrën e pensioneve, duke filluar që nga vitet e punës, që pritet të rriten vitet e punës të domosdoshme për të dalë në pension, të rritet mosha e daljes në pension, ose të afrohet. Ne kemi që mosha e daljes në pension burra gra 67 vjeç, do ndodhë në vitin 2056. Me reformën e re, që është edhe kërkesë e Bashkimit Evropian për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të afrohet. Pra, barazimi mos të ndodhë në vitin 2056, por të ndodhë diçka më herët. Absolutisht, jo në vitin 2030, kur kemi ne objektiv për të futur në BE, por diçka me faza pak më të përshpejtuara. Dhe do të thotë që